Një prej projekteve të mëdha është hapja e bulevardit, prej rrugës së Dibrës e deri te gjykata themelore. Dhe aty ndërtohet ura e dytë. Sa i takon pastërtisë, që është në nivel shumë të ulët, do ndërtoj kontinjer nën-toksor. Edhe nuk do kite mbeturina mbi sipërfaqe. Do të ndoj rend dhe disiplinë. Kur mund të hudhen mbeturinat? Do kite orar të caktuar. Tjetër projekt që e kërkojnë qytetarët është që financohet nga qeveria, po ende se kanë nisur, unë në ditët e para të qeverisë sisteme do të nisë. Hapjen e rrugës prej daljes së Forinës deri në daljen e Gosivarit. Se i kapën 3 vendbanimet më të mëdha në komunën e Gosivarit. Çegranin, Forinën dhe Çajlin. Çka do bëj? Punën e parë që do bëj, kriminalitetin do ta heq nga komuna. Do ta mbushi arkën e buxhetit të komunës së Gosivarit. Se nuk do kite keq përdorim të pozitës teme zyrtare. Dhe arka do mbush.